Sa po është mbyllur ndeshja e parë e ABCD superiore 2026-2027, pra ndeshja hapëse Vllaznia Skënderbeu, barazim 2-2. Arion Allaraj, gazetar i Panorama Sport të gazetës më të madhe sportive në Shqipëri. Vazhdimisht i ndiqni ndeshjet e Vllaznisë, me vend përshtypje sa herë luan Vllaznia ju jeni i pranishëm në Loro Borisi. Tifozi Vllaznisë apo detyra kërkon? Ku tani t'jesh nga Kuksi pak tifozi Vllaznisë do t'jesh patjetër. Por gjithsesi mundohem të ndjekim sa më shumë ndeshjet e kampionatit shqiptar, sepse me nivel, pa nivel, ky është futbolli ynë, ky është kampionati ynë dhe patjetër, por nuk ndoqë kampionatin e vendit tënd, është e kot ndjekësh një kampionat tuaj, po e them. Jeni nga Kuksi, po keni kaluar disa klube të Shqipërisë edhe në detyrat e zëdhënësit të shtypit dhe aktualisht në gazetën Panorama Sport. Vllaznia si vjet, si e shikoni me këtë start të sotën? Do të thënë, starti i Vllaznisë ishte në fakt që në Europë, me Malishevën, që vazhdoj ta them që ishte një debutim shumë zhgënjyes për Vllaznin, duke parë edhe nivelin e kundërshtarit që kishte përballë, sepse kishte mundësi të bënte ndoshta edhe më mirë se Dinamo, kur sheh rivalet që kishin përballë. Megjithatë edhe ndeshja sot më është thjesht të ceket Vllaznia Malisheva në këtë ambient ju kam intervistuar pas ndeshjes ku Vllaznia fitoi ndeshjen e parë dhe qytetërisht opinioni ishte befasues kur ju komentuat që Vllaznia do të eliminohet dhe me bindje plot. Ku bazonit? Është shumë e thjeshtë, lojtarët të cilët sezonin e shkuar nuk grumbulloheshin me Vllaznin, ndoshta nuk ishte vend as të stol për to, në ndeshjen me Malishevën ishin titular. Edhe kjo besoj është një diferencë e madhe, sepse vjet kishim një Vllazni gjatë sezonit në superior, një Vllazni që pretendonte titullin, luftoi për titull deri në fund, me lojtarë të stolit që ishin në të njëjtin nivel me lojtarët titular, dhe në ndeshjen e Europës vin lojtarë nga akademia që luajnë titular, ndërsa lojtarët që pretendonin titullin nuk ishin në listë. Kishte probleme me federime të vonuara, probleme me listat, probleme me UEFA dhe natyrisht të gjitha këto të çojnë në eliminim parakoshëm. E njëjta gjë mund të ishte sot. Skënderbeu vinte në këtë ndeshje si Vllaznia në Europë, vinte me të rinj, vinte me lojtarë nga akademia, me lojtarë të pafederuar, ndërsa Vllaznia kishte 3 muaj kohë për t'u përgatitur. Prandaj është zhgënjyese mënyra se si Vllaznia u paraqit sot. Dhe është realisht shpresojmë që të jetë vetëm një ndeshje e keqe, por nëse është realisht kontingjenti i Vllaznisë ky që ishte sot, besoj se Vllaznia do ta ketë shumë të vështirë të luftojë për titullin kampion. Barazimi 2-2 si opozicion i drejtë ky rezultat sot? Mendoj se Skënderbeu me atë që dha, me atë që kishte, sepse duhet të shohim edhe kushtet e skuadrave, sepse Vllaznia vinte një skuadër e plot. 1 mungesë, 2 mungesa, ndërsa Skënderbeu vinte me plot 7 mungesa. Dhe për atë që u dha në fushë, mendoj se Skënderbeu mund të meritonte ndoshta diçka më tepër, por për rastet që kishim, për pritjet që bën të dy portierët, sepse kishte pritje nga ana të dy portierëve, mendoj se barazimi ishte rezultati më i drejtë. Gjithatë nëse ka diçka për të vlerësuar tek Vllaznia është kapiteni Bekim Balej që e nis me dopjet, pra dhe shënon golin e parë të kampionatit, por edhe më njëherë të dytin me penalti. Patjetër, Bekim Balej është një vlerë e shtuar jo vetëm për Vllaznin, por është për futbollin shqiptar. Ka disa vite që luan në të njëjtin nivel, pavarësisht se vitet kalojnë dhe është tipike shprehjes është si vera. Sa më shumë vitet kalojnë, aq më i mirë bëhet. E njëjta gjë është edhe me Bekim Balej, sepse në moshën e tij ta nisësh kampionatin me 2 gola dhe në një ndeshje që Vllaznia ndoshta nuk ishte në formën më të mirë, padyshim që është një tregues shumë i mirë i vlerave që ai ka. Arion, dhe për ta mbyllur, ku e shikon Vllaznin në këtë kampionat duke parë edhe këtë nisje të saj? Shiko, është shumë herët për të bërë parashikime, sepse ende nuk kemi parë asnjë nga skuadrat, vetëm Vllaznin dhe Skënderbeu nuk e kemi parë, sepse Skënderbeu ishte, e themi edhe një ekip i arnuar sot. Paraqitje zyrtare, por paraqitje me ekip të arnuar, sepse shumica nuk janë federuar ende për shkak të bllokimit të merkatos. Megjithatë, mendoj se Vllaznia do të jetë një nga 5 skuadrat e para. Duhet të jetë në 4-shën e parë për të siguruar të paktën në Europën, por është në 5-shë, megjithatë ka edhe pak ditë kohë për merkato dhe mendoj se Vllaznia ka nevojë për pak merkato. Ishim me kolegun tim të nderuar, Arion Allaraj, gazetar i mirënjohur aktualisht në Panorama Sport, por edhe përfaqësues i disa klubeve në pozicionin zëdhënësit të shtypit. Arion, faleminderit. Faleminderit. Mendimet tuaja shpeshherë edhe komentohen për dhe kundër, por duket se je saktë në parashikime. Nuk dua të flas si tifoz apo kështu, edhe nëse është për
për klubi ku punoj, për Kukësin normalisht që mund të ketë kritika apo gjëra, po faktet janë fakte. Besoj edhe tifozët e Vllaznisë apo edhe gjithë shkodranët nuk kanë mbetur nuk ka një shije të ëmbël nga kjo ndeshje. Besoj janë mërzitur, qoftë nga kjo ndeshje apo edhe nga eliminimi me Malishevën. Kështu që shkodranët e kuptojnë futbollin, e kuptojnë klubin dhe e dinë se ku duhet jetë Vllaznia. Ajo, faleminderit.